sistemi i lirë i mbajtjes ju krijon kushte më të mira gjedhave që ato të kenë mundësi të pakufizuara, domethënë të qasjes në ushqim edhe në ujë, që është shumë e rëndësishme kur ato kanë nevojë të kenë sasinë e mjaftueshme të ujit dhe sasinë e mjaftueshme të ushqimit, natyrisht se kjo jep mundësi gjedhave që edhe kohë më shumë të pushojnë, sa më shumë që të pushojnë dhe të bëjnë ripërthypjen e ushqimit, nënkupton prodhimtari më të lartë qumshit dhe stres më të vogël. Për shkak se edhe fermeri ka nevojë më pak me kalu kohë në fermë, loptjen më të qeta, i shqetësojnë më pak dhe gjitha këto janë benefite që arrihen përmes sistemit të lirë të mbajtjes së lopëve. A po vreni që po avancon, po hapron blegtoria, natyrisht edhe kushtet e mbajtjes së gjedhit në fermat e Kosovës, në shtallat e Kosovës? Në vitet e fundit, në sektorin e blegtorisë, përkundër që ka pas rrëmje të numrit të fermave, mund të themi se kjo është një lajm pozitiv, sepse fermat e vogla, të cilat kanë qenë, domethënë që kanë shërbyer vetëm për ekonominë familjare, ato janë drejtim të mbylljes, mirë po është rritur numri i fermave gjysmë komerciale dhe komerciale. Në këtë drejtim, kjo është lajm i mirë për sektorin e blegtorisë, sepse me numër më të vogël gjedhave kemi prodhuar sasi më të madhe të qumshit. E kjo është si rezultat i rritjes së rendimentit prodhues për kokë lope gjatë laktacionit. Dhe ishim ditë më parë në Besançon, Francë, kemi vërejtur shumë mundësi që disa përvoja që mund të futen në blegtorinë e Kosovës, i kemi fjallën në përgjedhjen e gjedhve produktive. A mendoni që është ardhmëria e blegtorisë në gjenetikë, investimin në gjenetikë? Natyrisht se përmirësimi i racës është një nga faktorët kryesorë që do të ndikojë dhe ka ndikuar në rritjen e prodhimtarisë në fermat blegtorale në Kosovë dhe është një investim që patjetër duhet bëhet në vazhdimsi, mirë po vetëm përmirësimi i racës nuk është element i mjaftueshëm që ndikon në trendin pozitiv të sektorit të blegtorisë. Një sektor i suksesshëm i blegtorisë nënkupton edhe adaptimin e kushteve fizike të shtallave, do të thonë përmirësimin e kushteve në shtalla, e gjithashtu elementi më i rëndësishëm është sigurimi i ushqimit cilësor, sepse një lopë me prodhimtari të lartë të qumshit natyrisht se don edhe ushqim të cilësisë të lartë. A mund të zbatohet edhe në Kosovë, kemi vërejtur që në Francë cilësia e qumshtit përcaktohet përmes proteinave, ndërkaq këtu shkallës së yndyrës. A mund të thonë në Kosovë? Po, kjo ka dallim pak, varësisht nga kush e përcakton cilësinë e qumshit. Për shembull, industria e qumshit fokusohet më shumë tek niveli i yndyrës, por edhe te sasia e proteinave. Dhe në këtë formë, domethënë, stimulon ose e pagun më shtrejt litrin e qumshit. Ndërsa politikat nacionale, domethënë të pagesave direkte që i aplikon aktualisht qeveria e Kosovës në mbështetje të prodhimit të qumshit, domethënë për litër qumshit, ato fokusohen në higjienë, në cilësi të qumshit, domethënë në numrin e bakterjeve që e përmban duke kategorizuar qumshin si ekstra klasë, për cilën marrin subvencione për klasën e parë dhe klasën e dytë. Por natyrisht se çdo ditë industria përpunimit të qumshit është duke kërkuar qumsh me parametra më të lartë dhe më të mirë, sepse në këtë formë mund të jetë konkurruese me produktet e importit që janë të industrisë përpunuese të qumshit. Nëse ne nuk kemi vend të parë cilësor, atëherë natyrisht se nuk mundna me pas as produkt final cilësor.